Atëherë, ditën e sotme, presidenti Donald Trump rikthehet në Kinë pas 9 vitesh, gati një dekadë. Sot Kina është më e fortë dhe më e zhvilluar se në vitin 2017 dhe ka bërë përparime në teknologji, në sektorin energjetik dhe në fusha të tjera. Si e shihni ju këtë vizitë? Ky është deri tani takimi më i rëndësishëm takimi politik më i rëndësishëm i vitit, edhe është një summit midis dy fuqive kryesore të botës, Shteteve të Bashkuara edhe Kinës, dy fuqive kryesore të paktën në aspektin ekonomik edhe teknologjik. Ndërsa sa i takon aspektit ushtar, Shtetet e Bashkuara padyshim janë superfuqia e parë e globit, ndërsa Kina pasisht progresit ushtarak ende është një fuqi e pa testuar ushtarakisht, pavarësisht manovrave të saj stërvitore për Tajvanin apo kryesisht në zonën e detit të Kinës edhe në ishullin e Tajvanit. Është një mbledhje një të rëndësishëm që do të përcaktoj fatet e globit, e thënë kjo jo thjesht simbolikisht, por edhe realisht. Kemi parasysh këtu takimin që u mbajt në 15 gusht të vitit kaluar midis presidentit dhe presidentit Putin, u përfol se u nda sfera influencës ajo europiane ose euroziatike më gjerë në influencën e afatgjat ruse dhe hemisfera perëndimore sigurisht në ndikimin amerikan dhe tuk me operacionin për kapjen e Maduros në Venezuelë. E teksa në këtë takim të sotëm që do të zjas deri pas nesër, 13 me 15 maj, kemi edhe pataten e nxehtë për ta thënë kështu në tryez, që është pikërisht Irani. Çështje që jo domosdoshmërisht i largon palët, pasi ka edhe fusha dhe dimensione të tjera të zhvillimit ekonomik dhe politik që palët kanë divergjenca, por patjetër është një çështje e cila të paktën është një problem që vijon dhe qëndron në kokën e presidentit Trump dhe të administratës amerikane, ndërsa Kina nga ana tjetër dëshirojnë që ky konflikt të marrë një zgjidhje sa më shpejt e mundur për shkak të furnizimit të nevojshëm të industrisë kineze me naftën e gjirit persik edhe të Iranit. Është një takim që do të fokusohet në dimensionin e luftës, pra siç ënda, do të fokusohet në dimensionin e ekonomisë, kjo është kryesorja, do të fokusohet edhe në dimensionin e teknologjisë. Mos harrojmë këtu që Kina është një superfuqi jo vetëm ekonomike, është fuqia e dytë ekonomike e botës, por është një superfuqi teknologjike e cila, sipas shumë analistëve dhe ekspertëve, është tashmë superfuqia e parë në inovacion dhe në përdorimin e inteligjencës artificiale. Në Kinë ke qytete të tëra, kur them qytete të tëra, qytete me mbi 2 apo 3 milion banorë, gjigande, të cilë funksionojnë në bazë të inovacionit dhe inteligjencës artificiale, diçka që po ta thuash duket e çuditshme, duket e pabesueshme, po të shkosh të Kinë dhe të shohësh për shembull qytete si Chongqing, janë një mrekulli e inovacionit edhe e teknologjisë edhe e inteligjencës artificiale, ku ti mund të aksesosh të gjitha sajtet e qytetit, lëvizjen dhe po them nevojat e tua përmes telefonit tënd. Pra e gjithë harta e qytetit është në telefonin tënd në mënyrë të detajuar. Pra kjo është një panoramë e përgjithshme e asaj se si Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shkojnë në këtë summit. Nuk është e rëndësishme që do e mos të arrijë një marrëveshje, po edhe vetë ky takim është një simbolikë e madhe. E qartë. Cili është objektivi kryesor i vizitës së presidentit në Pekin? Sigurisht objektivi kryesor ngelet ai ekonomik, në kuptimin e konsumit kinez të prodhimeve amerikane. Kemi parasysh një gjë që Kina është një fuqi e madhe eksporti, pra ekonomia e saj është e mbështetur mbi prodhimin industrial dhe eksportin e produkteve, pastaj produkteve që ajo prodhon. Për shkak se Kina ka probleme të mëdha të brendshme sa i takon fuqisë së konsumit. Pra, ata nuk janë shumë të pasur edhe rrjedhimisht nuk kanë mundësi që të konsumojnë aq shumë
apo me çmime të tilla siç mund të konsumojnë evropianë apo amerikanët që kanë standarde në nivel të lartë të jetesës. Kinezët nuk e kanë, po them, shtresa më e madhe e popullsisë. Nuk e ka këtë nivel të ardhurash që të mundet të konsumojë në nivel të krahasueshëm me atë që prodhon. Dhe ky është problemi i madh së pari për Kinën, sepse imagjinoheni nëse për shkak të një konflikti në një të ardhme të afërt të mundshme ty të bllokohen mundësitë e eksportit. Çfarë do bësh? Do detyrohesh që prodhimet ti konsumosh pastaj së brendshmi, pra të mos i eksportosh më, mbase jo të gjitha, po një pjesë të konsiderueshme. Mirë po, a e ke ti fuqinë e konsumit që të konsumosh atë që prodhon? Sot që flasim ende nuk e ke. E ky është një problem për Kinën. Po nga ana tjetër, ky është një problem i madh edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo godet drejt për drejti prodhimin amerikan për shkak të mbi prodhimit kinez, edhe të kostove të këtij prodhimi, më të ulta të këtij prodhimi kinez. Nga gamat elektrike të cilat mjafton të dalësh në rrugët e Tiranës edhe të Shqipërisë për të kuptuar që janë të mbytura nga makinat elektrike kineze, nga produktet e tjera të teknologjisë, nga lloje soje, po themi, prodhimesh të tjera që Kina i ka më shumicë. Dhe presidenti Trump dëshiron që të ngrer një bord tregtie ku të vendosi disa produkte të cilat Kina do duhet që ti importoj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bazë të një marrëveshjeje, siç janë farat e sojës, vaj i sojës, mishi i viçit dhe aviot Boeing. Pra, këto janë përmendur edhe në mediat kryesore ndërkombëtare si tre produktet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që të vendosin në një marrëveshje me Kinën në këtë bord tregtie për të eksportuar në mënyrë domethënëse në Kinë. A do të ndodhi do të ndodhi do e mos kjo gjë? Kjo ngelet për të parë, ekziston edhe një mundësi që Kina të pranojë ngritjen e këtij bordi të tregtisë, por pastaj ta ketë atë aty formalisht, pra jo në mënyrë domethënëse. Një gjë tjetër është çështja e tarifave. Kujtojmë që vitin e kaluar pati një luftë të mirëfill tregtare midis dy superfuqive me tarifat amerikane për produktet kineze që u ngritën në 145%, gjithashtu edhe për tarifat kineze ndaj disa produkteve amerikane që u ngritën mbi 100%, 130%. Menjëherë pastaj ndodhi që u relaksua situata dhe zbritën tarifat përkatëse në 20 apo në 30%, pra tarifat e njërit kundrejt tjetrit, si nga ana e Amerikës, ashtu dhe nga ana e Kinës. E qartë, a pritet të ketë një marrëveshje konkrete mes SBA-s dhe Kinës pas këtij takimi? Tani, sigurisht që në këtë takim do flitet për shumë gjëra, edhe këtë mund të jetë një marrëveshje, po unë po e theksoj edhe një herë që rëndësia dhe produkti apo rëndësia produktit të këtij takimi nuk është do e mos një marrëveshje, por qoftë edhe vetë. Pra, presidenti Xi Jinping dhe presidenti Trump janë njerëzit më të pushtetshëm në botë sot që flasim, edhe takimi mes tyre të paktën ajo çfarë mund të jetë publike është simbolik dhe në vetvete, edhe nëse nuk do të ketë firmosje në një tryez me përfaqësues të tyre të administrative përkatëse. Pastaj ekziston mundësia që të ketë një dakordim që nuk është do e mos transparent për publikun, po edhe kjo ekziston dhe e përmenda takimin midis presidentit Trump dhe presidentit në 15 gusht, ku thuhet që aty u morën vendime të rëndësishme gjeopolitike. E njëjta gjë mund të ndodh edhe këtu, pra mund të kemi thjesht marrëveshje ekonomike për tarifat, për produktet, për ngritjen e bordit të tregtisë. Po mund të kemi dhe marrëveshje afatgjata, të cilat nuk do të zbardhen me njëherë në këtë moment që ne flasim, por do të kuptohen nga rrjedha e mëvonshme e situatave. Nëse mund të them edhe një gjë tjetër, është edhe çështja e Tajvanit, është një çështje e nxehtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Kina synon një tërheqje
në diskurs nga ana e Amerikës, pra nga një mbështetje e Amerikës për Tajvanin tek një mbështetje e idesë që jo do e mos Shtetet e Bashkuara mbështesin pavarësinë e Tajvanit. Kjo ishte një fitore e madhe e Kinas. Nuk do të thotë që Amerika po e lëshon Tajvanin, por në diskurs është një fitore e madhe e Kinës. Dhe kjo është një frikë e madhe edhe e tajvanezëve, e kinezëve, se ata kinezë janë, kinezëve që jetojnë në Tajvan. Ky është shqetësimi i tyre se mos ndoshta për shkak të disa kërkesave që Kina mund t'i plotësojë Shteteve të Bashkuara, siç është për shembull presioni mbi Iranin apo një marrëveshje tregtare, mund t'i kërkojnë në shkëmbim që Shtetet e Bashkuara t'i lëshojnë diçka Kinës dhe këtu mund të jetë Tajvani. Kujtojmë që pati një marrëveshje SBA dhe Tajvanit për 11 miliard dollarësh, e cila shqetësoi mjaft Kinën në pati deklarata publike dhe rrjedhimi u anullua ose u shtyp për një moment të dytë, një marrëveshje e dytë tregtare armatimi midis Shteteve të Bashkuara dhe Tajvanit për 3 miliard dollarësh. Kështu që edhe kjo është një çështje të cilën pritet që të shohim se çfarë ndodh midis dy liderëve. Si ndikojnë tensionet në lindjen e mesme në marrëdhëniet SBA-Kinë? Ndikojnë sepse për Kinën dhe që për gjithë Azinë lindore dhe juglindore në përgjithësi, lindja është furnizuesi kryesor me naftë dhe Azia kontinenti më i industrializuar i botës, tani që ne flasim. Kështu që ta është elementi, është lënda e djegshme, lënda djegëse bazë në cilën funksionojnë industritë e të gjithë Azisë lindore dhe juglindore dhe jugore, duke përfshirë edhe Indinë. Pra i gjithë kontinenti aziatik në industrializimin e vetë shit mbështetet mbi lëndët djegëse të gjirit persik. Kështu që një bllokim i ngushticës së Hormuzit edhe Iranit, edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një problem i madh për Kinën, e cila e ka transferuar këtë problem në vende të tjera të Azisë që marrin naftën e përpar prej rafinerive kineze, pari prej mungesave të furnizimit dhe së dyti prej tarifave ose sanksioneve që kanë vënë Shtetet e Bashkuara mbi 5 rafinerit kryesore naftës në Kinë. Unë mendoj që presidenti Trump në një mënyrë ose një mënyrë do t'i kërkoj presidentit Xi Jinping që të ushtrojë presion diplomatik mbi Iranin që të ketë një marrëveshje dhe specifikisht tani për hapjen e ngushticës së Hormuzit, një marrëveshje, një zgjidhje e cila do të jetë në një mënyrë e pranueshme edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Irani mund të thotë që ne hapim ngushticën e Hormuzit, kalimi i anijeve do të lejohet, por me kushtin që sovraniteti dhe kontrolli i ngushticës së Hormuzit ngelet mbi Iranin. Dhe zyrtarët amerikanë e kanë thënë Iranin në këtë situatë. Po Kina mund të ushtrojë presion mbi Iranin, duke qenë se spari një pjesë e madhe e naftës Kinës merret në Iran dhe e ka të domosdoshme që të funksionojë në historinë e saj, dhe së dyti Kina është edhe është kontributor financues i ekonomisë së Iranit, kështu që e furnizon gjithashtu edhe në armatime së bashku me Rusin, kështu që ka një kontribut madh në mirëmbajtjen e shtetit të Iranit Kina. Dhe rrjedhimisht ka edhe levat që të ushtrojë presion diplomatik dhe është një aleat të cilin padyshim Irani e dëgjon. Nga ana tjetër, kjo nuk do të thotë që Kina mund i bëj presion të drejtë për drejtë, por mund të kërkojnë në mënyrë diplomatike që të intensifikojnë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje sa i takon ngushticës së Hormuzit apo sa i takon çështjes bërthamore. Pra janë disa gjëra ndryshës tek të cilat Kina ka mundësi që të ndikojë tek Irani. A mund të ndryshojë kjo vizitë ekuilibrat gjeopolitik global? Ekuilibrat gjeopolitik global ka nisur të shojë vetë presidenti Trump me strategjinë e sigurisë kombëtare publikuar në nëntorin e vitit kaluar, kur ka
ndarë pastaj me këtë strategjinë e mbrojtjes kombëtare, 2 dokumenta, kjo e fundit doli në fund janarit, 24 janar të këtij viti. 2 dokumenta që në një mënyrë e kanë ndarë botën në sfera influence. Ka hemisferën perëndimore, duke rilexuar apo riinterpretuar për kontekstin aktual doktrinën Monroe. Rusia ka pjesën lindore, po themi, të Evropës dhe një pjesë të Euroazisë. Janë vendet e sa ku ajo ka influencën historike, dhe Kina patjetër që ka pjesën e, nëse mund ta themi kështu, paqësorit lindor. Dhe kjo është edhe frika më e madhe e Tajvanit, sepse përfshin paktën në letër në influencën kineze. Ajo strategji ka thënë që Shtetet e Bashkuara nuk duan që ta poshtërojnë apo ta dominojnë në mënyrë të dukshme dhe jo diplomatike influencën kineze, por duan që të vendosin kufit i qartë të ndërtimit të një partnerit strategjik midis 2 superfuqive. Po se çfarë nënkuptohet, si mund përkthehet kjo në një shqipe të thjeshtë, ngelet ende e vështirë, sepse shumë gjëra të rëndësishme janë në zhvillim e sipër. Pra është lufta në lindjen e mesme, është situata e Tajvanit, është lufta në Ukrainë, pra ka shumë gjëra që është situata në Korenë e Veriut pastaj. Pra ka shumë gjëra që janë ongoing dhe ngelet edhe kjo ngelet për të parë. Kush pritet të dominojë në këtë takim, pasi kemi një SBA që është në luftë me Iranin dhe që ka prishur deri diku marrëdhëniet me një pjesë të mirë të vendeve të Bashkimit Evropian, dhe një Kinë që po bëhet gjithnjë me shumë faktorë që nuk është palë në asnjë luftë. Kina ka një strategji afatgjatë. Një strategji e cila nuk prodhon konflikt të menjëhershëm, por synon integrim rajonal përmes investimeve. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara nën presidentin Trump duket sikur kanë shumë një strategji e shkurtër, gjaknxet edhe të përcaktuar thellësisht nga limiti i mandatit të presidentit, që është 4 vite. Kështu që diçka që Kina mundet ta projektojë në mënyrë afatgjatë, për shkak se presidenti Xi Jinping është i përjetshëm, nuk ka limit, nuk ka mandati. Presidenti Trump duhet që ta bëjë në vite pak apo 3 vite sa i kanë ngritur. Dhe kjo e përcakton edhe ritmin dhe dinamikën e strategjisë së njërit apo të tjetrit në arritjen e objektivave globale. Tani, në këtë strategji afatgjatë të integrimit të Kinës, presidenti Trump po ndihmon ish aleatët e vet, ose aleatët e vet nëse nuk do të pranonim që aleanca perëndimore marrë krisje të pakthyeshme, po i ndihmon aleatët e vet në Evropën perëndimore, apo më gjerë se kaq, që të afrohen drejt Kinës. Pra, ai po i largon qoftë përmes konflikteve që po ndikojnë ekonomitë e vendeve, rritjes së çmimit të karburanteve, zinxhir të ushqimeve, pastaj si rrjedhoi, qoftë përmes deklaratave, qoftë për krizës së Aleancës së Atlantikut të Veriut, po i shtyn aleatët e vet që të shkojnë në Pekin dhe të kërkojnë atje që nuk e gjejnë në Washington. Nga ana tjetër, Kina po shfrytëzon mjaft mirë këtë mundësi të artë që po jep Washingtoni, duke luar dhe rritur ndikimin e saj përmes investimeve strategjike afatgjata. Lufta në Iran, në kuptimin konkret, ka ndikuar në imazhin e administratës amerikane, sepse gjithë perceptohet si një konflikt të cilit i ka munguar vizioni afatgjat strategjik. Kështu që në këtë takim unë mendoj që presidenti Xi Jinping është më relaksuar se sa presidenti Donald Trump. Presidenti Donald Trump shkon dhe synon që të paraqes fuqinë e vendit parë në botë, por me disa gabime strategjike që janë duke i kushtuar paktën themi imazhin Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po edhe për shkak të faktit se takimi bëhet në Pekin, presidenti kinez ndihet, po themi, më i relaksuar dhe më i avantazhuar. Prandaj po e rikthem edhe një herë që jo domosdoshmërisht dikush fiton apo humb diçka në këtë takim në rast se bëhet apo jo marrëveshje. Pra kemi firma në fund të një letre në fund të këtij takimi.
vetë imazhi i takimit të këtyre dy presidentëve është një simbolik shumë fuqishme e cila do të shohim se si do të përkthehet në vendimarrje strategjike afatmesme dhe afatgjata. Mos harrojmë, kemi edhe 3 takime të tjera që do të bëhen gjatë këtij viti midis dy presidentëve. I dyti pas këtij do të jetë mos gaboj, inshallah jam i saktë, në Bashkurat e Amerikës dhe gjithashtu edhe 2 takime të tjera do të bëhen në forumet dhe në samitet ndërkombëtare, siç ishte takimi i Busanit në Korenë e Jugut në tetor të vitit kaluar, ku u takuan presidenti Xi dhe presidenti Trump atje në Korenë. E qartë, dhe një pyetje të fundit për ta përmbyllur. A mendoni se do të ketë zhvillim për sa i përket çështjes së Tajvanit dhe do të ketë zhvillime të tjera pasi më herët Kina e ka konsideruar si vit të kuqe që SBA-ja s'duhet të kalojë? Sigurisht, nga ana tjetër, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë brezin e parë të ishujve, që fla Japonia, Tajvani, Filipinet, ishuj të Indonesia deri te ngushtica e Malakës në Malajzi, si brezin e parë të parandalimit të daljes së Kinës në Oqeanin Paqësor. Kjo është çështje që nuk besoj që do të marrë një zgjidhje në këtë takim, është një çështje shumë e madhe. Sigurisht, Shtetet e Bashkuara e kanë lehtësuar pozitën e Kinës duke larguar armatimet, lunijet dhe mbrojtësit antiraketor nga Tajvani dhe nga deti i Kinës lindore në dimë të lindjes mesme dhe të ngushtisë së Hormuzit për shkak të lutjes me Irak. Kjo ka lehtësuar mavrat stërvitore kineze në atë zonë, por gjithsesi duhet të harrohet diçka që si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si Kina ende nevojë për Tajvanin. Pse? Sepse Tajvani është prodhuesi më i madh në botë sot në këtë moment që ne flasim i gjysmëpërçuesve, i çipave që janë zemra e të gjitha pasjeve elektronike që ne përdorim, nga kompjuteri, nga telefoni që kemi në xhep, nga vizori e të tjerë. Është Tajvani, kështu që të dyja nuk janë të interesuara që çështja e Tajvanit të përfundojë me një bllokim apo me një krizë të gjysmëpërçuesve në të gjithë botën. Vërtet Shtetet e Bashkuara se kontrollojnë këtë industri për shkak se janë aleat të Tajvanit, po nuk duhet harruar që Kina është prodhuesi më i madh në botë. I lëndëve të para për këtë industri janë ato mineralet e rralla që quhet siliciumi, germaniumi e tjerë. Pra është një situatë shumë e kokllavitur kjo e Tajvanit, është më shumë se çështje ushtarake. Duhet kemi edhe një gjë parasysh që tajvanezët janë kinezë dhe pavarësisht të historisë në këto 60 vitet e fundit, 70 vitet apo 80 vitet e fundit, ka ende marrëdhënie njerëzore dhe kulturore midis Kinës dhe Tajvanit. Ata nuk janë dy popull të ndryshëm. Janë dy shtete, po është i njëjti popull. Kështu që duhet kuptojmë edhe që pavarësisht se çfarë mendon politika në Tajvanin zyrtar, në Taipei zyrtar, atje ka forca politike që dëshirojnë bashkimin me Kinën. Dhe nuk po them kjo është gjë e mirë apo e keqe, por thjesht po konstatoj. Për shembull, partia opozitare kryesore në Tajvan është shumë më tepër pro-bashkimit se çfarë ne mund të mendojmë. Vetë kryetari i kësaj partie ishte në Pekin dhe takoi presidentin Xi Jinping. Pra, është një dinamikë të cilën duhet të qëndrojmë afër edhe ta kuptojmë përpara ta bëjmë më dramatike se ç'është. Sigurisht, nëse presidenti Trump do të lehtësojë ligjërimin e tij karshi qëndrimit të Kinës për Tajvanin, duke e konsideruar që nuk do të ishte problem të mos njihte pavarësinë e Tajvanit, kjo do të tingëllonte alarmuese. Megjithatë, duhet kemi parasysh vërtet edhe këtë që thash pak më herët që tani është një çështje që kurdo që të zgjidhet dhe sido që të zgjidhet, duhet të zgjidhet në një mënyrë që të mos impaktojë krizën e gjysmëpërçuesve pasi do të jetë e tepërt pas krizës së naftës. Në qoftë se kriza e naftës po na detyron që të kalojmë nga pajisjet me lëndë të djegshme në pajisje elektronike, do të bëj shumë vështirë që një krizë gjysmëpërçuese apo minerale të rralla
të bllokonte tani edhe pajisjet elektronike dhe mundësinë që të avancojmë në progres të botën e teknologjisë së informacionit.